Vuani nga tensioni i lartë, konsumoni një lugë kost dhe shikoni çfarë ndodh. Kosti ndikon pozitivisht në uljen e tensionit të lartë. Në studimin e zhvilluar nga Fondacioni Amerikan i Zemrës, është parë se konsumimi i kostit në vaktet e përditshme mund të ulë tensionin e lartë pa shtuar kalori. Fillimisht në studim morën pjesë më shumë se 2000 persona të cilët nuk kishin tension të lartë. Gjatë studimit, i cili zgjati 15 vjet, janë vlerësuar zakonet e përgjithshme të konsumit të kostit të pjesëmarrësve në 3 periudha të ndryshme. Personat me një zakon të shëndetshëm të konsumit të kostit rrezikoheshin më pak nga tensioni i lartë dhe paraqesnin vlera normale të tensionit të lartë. Specialistët theksojnë se konsumimi i një tas kost gjatë 3 vakteve ul me 31% rrezikun e shfaqjes së tensionit të lartë.